Në episodin e parë të sezonit 6 të podcastit Flasim, kam të ftuar dy të rinj me talent, me pasion, me energji të veçantë, që besoj se ishin brumi më i mirë për të gatuar episodin e parë të vitit. Kam ftuar në të majt Alisin, Mirë se të gjeta. Alis Kallaçin, fituesin e festivalit të këngës në Radio Televizion, dhe në djath Nikolas Bushin, një shqiptar i lindur në Itali, i ikur në Amerikë, i vogël me familjen, por i lidhur me Shqipërinë dhe mbi të gjitha i kapur fort mbas gjuhës shqipe. Faleminderit, është një kënaqësi. I cili është sot këtu për një aftësi shumë të veçantë dhe për të na habitur. Por po kthehem nga fituesi i festivalit. Është e dyta herë që Shkodra merr festivalin e këngës Radio Televizion, ndërkohë që më duhet të rrëfej që unë nuk jam dëgjuar këngën. Unë nuk e shoh festivalin prej shumë vitesh. Unë nuk jam dikush që kam ndonjë vesh për muzikë kur i thon fjalës, dhe fjala ime kur vjen puna te muzika nuk ka si vlerë. Por unë jam njeri shumë i apasionuar mbas fituesve. Kudo qofshin, në të cilën do fush, njerëzit që bëjnë sukses, njerëzit që fitojnë, janë për mua burim energjie dhe burim frymëzimi. Të falenderoj. Kështu që mirë se ka ardhur. Mirë se të gjeta, shumë kënaqësi. Na thuj dy fjalë për veten tane. Për Vedin. Përballë sfidës së festivalit së fillim. Unë kam marrë pjesë 2 vite në fakt tek festivali, por ky vit ishte për te pritshmërive komplet. Edhe përveç pritshmërive ishte edhe eksperienca komplet tjetër, sepse materiali na morri përpara. Edhe fitoria na shijoi ndryshe, na shijoi më tepër, mund të them vetë. Po në ndërkohë ti ke një si thush rrugë, edhe pse je vetëm 24 vjeç. 23. Ta shtova një, kur i bën 24? Në qeshor. A pra mirë, 24, pra. Unë mendoj që duke u nis nga viti i lindjes, thuhet kështu. Edhe pse në fakt kjo teoria jote më intereson, se i bie që unë nuk jam akoma aq sa zuat jam, po që do jam korrekt. Por pavarësisht 23 apo 24, i ke një rrugë të përshkuar për të ardhur deri këtu, e cila është e lidhur me muzikën, ke qenë në X Factor, ke një vëlla është më i madh. Është më i madh 8 vite. Po, i cili ka filluar të shfaqet në skenë para teje, ti e ke ndjekur dhe siç ndodh ndonjëherë, vëlla i vogël del mbi të madhin. Kam mësu për ti. Po, ndërkohë e ka për ty. Apo jo? Dhe është e vështirë për me thonë nunat. E kam shumë vështirë për me thonë. Ti ka fituar në festival? Okej, marroj filmin. Jo, filmi vazhdon. Mbaroj ky epizod. Tash me që unë nuk e kam dëgjuar këngën, a ka mundësi që të na e ke dëgjuar ti këngën? Dëgjova. Ja tregova parë. Kur dëgjova tash ti? Donë ti se dishe që ky është fituesi i festivalit, që ky Ja. As të kanë zësh dëgjuar. Edhe kam kënaqësinë që e takova edhe e kënduam një pjesë. E kënduam, mësova. Kur ma tregoj. E mësova. Pak. Jam mësova refrenin.
Po, bëj një këndoj pjesën e refrenit. një copës të këngës sa për na fut në atmosferën e këngës. Ta dish se nana po ju prete, nana ju po ju përcjell, nana në praga të ngel në der, ty javë të vjeti ku kjo fer, kur po vjen moj nan, se malim tha, mos u mërsi, nana ka me të prit. Besoj që kënga ka një pasuri më të madhe se sa që duket në këtë pjesë të refrenit, me siguri duhet të ketë dhe pjesën e fort, po i kthehem prap vllajt madh dhe vllajt vogël. Ti ke fituar edhe një çmim të parë kur ke qenë i vogël. Vllai madh ka fituar çmimin e parë kur ke qenë i vogël? Ka marrë çmim parë. Ku e ka I marrë? vogël, tek bilbilat e vegjël. Do të thotë ai pastaj ke fituar ti. Mrapa, po. Do të duhet keni marrë. Po. Po mirë, atëre ka qenë ai më i vogël. Po. Kurse ai duke u rrit, duke ra, ti duke u rrit e duke e kalu. Duhet ta ngacmoj vllajën e madh se më pëlqen shumë kur vëllezërit dhe unë jam vllai i madh vetë dhe më pëlqen shumë kur vllai i madh ngacmohet për shkak të diçkaje që bën vllai i vogël. Mu më ngacmonin kur isha në basketboll bashkë me vllajin, sepse ai kërcente më shumë se unë. Lart edhe ishte më fleksibël, më isha më rigid, po themi. Dhe më ngacmonin këta shokët e tjerë. Edhe nuk ishte një ndjesi shumë e këndshme, por me kalimin e kohës, sa herë kujtoja pastaj më bën të përqesh. Ndërkohë, Nikolas, ti ke vlla, ke motër apo je? Kam një motër që është 3 vjet më vogël. Më vogël. Ti jeton në Amerikë aktualisht? Po, në Brooklyn, New York. Dhe shkon e vjen në Shqipëri? Po, kam ardhur disa herë në 2019, 2015, 2019, 2023 dhe kam ardhur dhe tani tetor edhe tani për Albania's Got Talent. Ke ardhur për Albania's Got Talent. Po. Tani ti ke një zanat. Po. Po që në zanat, po së zanat është një talent që quhet ventriloquism. Po, që lidhet me diafragma. Dhe ti flet pa fol. Pa lëvizur buzë, po. Flet pa fol, pa. Po. Ti qesh, dhe ndërkohë ti edhe fol. Po. Dhe në fakt, që ta dish ti, deri kur u shfaq personazhi jot, kandidatura për ta hap vitin ishte Noizi. Doja të aftoja Noizi, se kam ftuar si herë këtu, e kam mik. Dhe Noizi më tha, shiko se ka diçka akoma më tërheqëse për ta hap vitin si duhet. Edhe është i çuni i vogël që do ta habisi. Kështu që të hapi rrugën Noizit. Po, e takova dhe më dha shumë këshilla dhe ishte një person fantastik. Ai është bërë fantastik se si dëgjon këshillat as njeriu, kështu që ti merri me rezervë këshillat. Mund të demonstrosh tash ti si është kjo, mund të më shohësh mu duke qesh dhe të flasësh? Po, të ishte kënaqësi, por kam marrë edhe kukullën me vete. Krisa, je gati? Po, jam gati. Okej, një sekond, se kam mbyllur edhe valixhen, por rëndësi ka që me dëgjosh mirë. Po, aty jeton. S'ka blej shtëpi akoma, po ndoshta do blej një shtëpi në Shqipëri. Por rëndësi ka që të më dëgjosh. Do ta zgjesh nga valixha apo do të marrësh aty? Po, para se të bësh gjë, para se ta nxjerr, duhet që dëgjohem mirë me mikrofonin. Test 1 2 3. Vizëri pak me vonesë, po. 1 2 3. Kjo është një teknikë ventrilokuizmi. Tani Chris, je gati? Ta, okay.
Me kujdes, se ta staj më tem. Që kemi, si je zoti kryeministër, si e ke kaluar mirë? Po ku jema Chris për në Isha në Valigje, u mërzita ta këto dëgjota që të thlisni dhe thash të rrirë urë dhe ta staj të dalë. Po Nikolasin e ke shok? Po, e kanë shok edhe në lodhë në një herë, sepse në thot Chris, do të praktikojnë ato, jo, unë i them Nikolas në lera, du të rinë edhe ligje, nuk du të praktikoj, por që ati doj kjo edhe në trilokuistim. Po e ke shok apo e ke vlla? Ndaj herë zili, ndaj herë e kanë shok, por e kanë koleg. Koleg? Po, sepse është ventrilokuist edhe Nikolas, kryeministri ka qenë ventrilokuist para teje. Çfarë? Të gjitha të kukla që kanë në parlament? Qa ke do? Mirë? Mirë, po të shofë ty dhe po habitem. Falinderit, edhe unë. A ki gjatë? Ka të slujtë të tjerë? Jo, basketbol. Basketbol, shumë mirë. Unë gjaj basketbolit, se kam flokët të kuqe. Po. Si zi janë këto? Po, a ti thesh? A do syzet. Tash që jeni në syze ju. Edhe aty ke televizorin në syze. Tash ti marrë dhe unë ti dhej. Kujdese se ta staj në nëzirë syt. Mirë janë? Të shumë mirë tani. Kur e ke taku Chrisin? Chrisi ka që dhuruar nga një ventrilokuist anglez që ka marrë pjesë në Britain's Got Talent në 2013, ka që finalist, dhe ai pa videot e mia në YouTube. Videon që pa ishte performancat e Ventriloquist Convention, ku mbledhen gjithë ventrilokuistët nga gjithë bota dhe bëhet një herë në vit, vit për vit. Dhe në 2019 mora pjesë dhe fitova vendin e parë tek kompeticioni juniores. Dhe ai pa videon dhe tha dua të bëj një dhuratë. Dhe me nisi kuklën dhe kur pash, unë merë dhe kuklën me 23 dhjetore dhe ishe si një dhuratë Krishtlindje, prandaj ja vëra emrin Chris. Ka se të rënua ishe tak e trishtuar, sepse pash dhe ventrilokuistin ti nuk në të lqel, to që ati dojnë nuk e ndrojnë mo. Po ti që e kishe emrin para se ta jinin Chris? Ko e maj unë tani? Po, flisi anglisht atëherë, ata nuk e shqipt. I speak English, I still do. Do you? You still do? Yeah, what do you do for a living? Amazing. Huh? What do you do for a living? I just... Take your time. I get paid by the hour. Yeah, I just... what to tell? Many things. Yeah, I understand. Many things. You understand? Yeah, a little bit. Are you sure? Yeah, Paco. You know this guy? Yeah, he's amazing. Yeah? When you met him today? Yeah, we sang a song together. Kënduan një këngë, këngën e tij. I teached him my song. You did well. Këndove këngën e tij? Po na këndo pa këngën e tij? E manen ti? Apo këndove ti nuk e këndova unë? Po e kënduam bashkë. Ti në të tha. Ja si. Ta di se na. Ti të tret. Të pjesë t'jam. Falinderit. A ti heq të syzet se të shojnë pak që ati doj tani. Ti loj këtu unë se tani në mërzitën të syzet të në gjitha të syzet. Alice, që ta lejmë pushoj pak Chrisin, Nikolasin, kur ke fillu ta ndjesh që muzika, kënga ishte rruga jote? Se gjithë fëmijët këndojnë, përgjithsisht, edhe i vogël nuk është se kam qenë zoti me këndu, po. Përgjithsisht fëmijët këndojnë apo jo. Po ti kur e ndjeve që ishte rruga jote dhe çfarë roli ka pas familja në këtë pjesë? Që t'jem kompleti sinqert, kur unë kam kuptu taman se kjo është rruga jem ose ajo gjoja që unë realisht e du dhe nuk mund të rri pote adrenalinin që unë kërkoj për i saj, adrenalinin mod bukur në botë e quj, ka kënë në X-Factor. E ka kënë konfirmimi që mund të quj që mu më dha jo konfidenca që unë ta vazhdoj si gjo komplet seriozisht edhe ti dedikoj jetë. X-Factorin, po fitove. Fitove. E fitove dhe X-Factorin. Por për te fitores, ishte siguria në skenë. Kjo ishte ajo fitoria ma madhe që unë dosha për me kalu, sepse unë isha shumë i ndrojtun. Kisha shumë problem për me knu për para një personi, kisha dridhesha. Ado të ishte pjesa që unë
ndrova lkurë komplet dhe thash, shqyqyr më ardhi momenti që unë të bëj atë gjatë që unë dashuroj, pa frikë. Edhe këtë që i fitore për X Factorit. Po, familja çfarë roli ka luajtur në këtë mes? Familja ka luajtur një rol, mund të quaj, sepse kryesisht pak të mund të them tek artistat varet edhe shtysa se sa, domethënë çfarë maset ka, sepse mund të jetë imponim që disa raste artistin e komplekson. Në rastin tim familja ime ka kanë shtysa më të shnetshme që mund të ketë një artist. Domethënë ata më kanë lënë në thojza timonin në dorë, ban çan ndjenti. Por kanë gjithmonë aty për mua për çfarë do lloj situate, çfarë do lloj. Po dërkohë ti studion në universitetin? Po, për pedagogji muzikore. Do bësh mësues muzike. Po. Edhe ndërkohë do vazhdosh këndosh. Po. Kjo është, domethënë unë kam dhënë mësime pianot këtë vit, domethënë tek një qendër private. Edhe nuk më kishte marrë mend se çfarë eksperiencë ishte. Domethënë ishte komplet eksperiencë e re për me pa pasionin e fëmijëve të vegjël ose dedikimin që japin ata pianos, kantos, sepse jep aty dyja. Edhe nuk e di, është komplet satisfaksion veti. E provova edhe këtë pjesën e mësimit. Nikolas, po ti si e zbulove këtë talent ke vetja? Unë e pash në America's Got Talent herë të parë në 2017, por e kam filluar si prestigiator sepse babi im është prestigiator dhe jemi duke konkuruar bashk në Albania's Got Talent, jemi finale dhe tek e tek, por pash në 2017 në America's Got Talent dhe më pëlqeu dhe desha të provoja, kështu që pyeta prindrit po mund të më bleshin një kukull, një libër, DVD për të mësuar dhe kam praktikuar çdo ditë që atëherë. Ajo konkursi në 2019 që ajo pjesa që më shtyu që dua ta. Si është këtu gara? Ka talente? Po, Shqipëria. Ka talente të rinj në këtë garën ku jeni tani me babën? Po, ka disa talente. Besoj që Shqipëria në general ka talente në art, por po ka. Po, edhe unë besoj. Do me thënë kur i shef si konkurrent, si duket vetë në raport në ata konkurrentët që ke? Unë i respektoj si artist dhe di sa kam punuar, sepse vetë kam punuar shumë për këtë gjë dhe unë i komplimentoj për atë që kam bërë, por unë shikoj punën time dhe performancën time edhe t'jap maksimumin. Po, edhe unë. Alice, po ti si e përjetove konkurrencën e festivalit në fillim? Se festivali është 3 apo 4 ditë, sa zgjat? 4 ditë. 4 ditë. 2 finalet edhe finalja plus natën e nostalgjisë. Por konkurenca nuk mund ta quaj konkurrencë sepse ne kryesisht njihna, janë gjysa shok që kena kaluar shumë. Por ishte shumë konkurrencë fort, ishin unë i quaj perl, ishin shumë të bukura. Mos u bë tash, mos e ishin diplomaci. Po ishin, jo, realisht ishin, s'po bëj këtë bukë, po ja kam thënë edhe ty, për gjë. Ja kam thënë secili prej tyre. Jo, realisht. Këngët u dukën perla aty? Po tona perla ishin, po, pse se janë ndryshe. Edhe kjo më pëlqeu këtë vit. Jo si ishin këngë vetësi të pjesa saj vet, por ishin ndryshe, ishin komplet origjinale. Ky ishte pjesa që më pëlqeu, plus e kishin lidh këtë vit edhe tepër me karakterin e tyre dhe nga ana skenike, i kishin dhënë shumë përparësi. Këtë e quaj perl, produktin final. Tani çfarë vjen mbas kësaj? Mbas festivalit? Po. Është Eurovisioni. Rruga vazhdon. Është Eurovisioni. Do shkosh me të njëjtin format apo do ta rikrijosh formatin nga pamja skenike plus? Se këndo është ajo. Ne po mendojmë ta amplifikojmë, ta bëjmë pak të anën skenike më të madhe, pjesën e veshjes të jetë diçka pak më veçantë se ç'ishte. Po mundona të bëjmë maksimumin siç e bëmë, por një formë tjetër. Po kur thua ne, kë ke parasysh me ne? Po producentin, tek shkruesen, ne marrim se desha të pyes, po tekstet nuk i bën vet. Tekstet i shkruaj vet, por në këtë rast e ka shkruar dashura. E ka shkruar ajo, edhe kënga prej saj doli. Domethënë ajo ishte shtysa, ajo më dha të. Ajo është edhe në Shkodër, nga Shkodra është? Ajo është nga Lezhë. Edhe ajo ishte shtysa për këngën nën. Ajo pavi një ëndër dhe më tha Mualis kam bërë një tekst.
Edhe unë e pash, unë nuk e kisha bën plan që këtë vit me marrë pjesë në festival. Edhe do më thonë me goditi teksti, në momentin e parë dhe thjesht ulëm piano, sepse s'dosha me hupat energjinë e parë që më dha. Ulëm piano, shkruva vjen melodike dhe direkt tek producenti, tek Erjeti, thash, kena diçka në dorë. Është diçka që e du. Si ulet piano, ti ulesh në preher. Që ti dojon? Sho e kam unë jetër. Ti ke preherin piano tate. Po, edhe të valigjen. Mund të të lasë në ti? Folë si të dush. Faleminderit, Edi. Po mima, ajo valigja nuk të mytë pak aty brenda. Kam të rodlenë, më thejnë Nikolasi, do në nëzirësh nga valigja të arin në dëgjon. Kur? Edhe tërtara. Nek, do në nëzirësh nga valigja. Nuk do dëgjoj, të unë kam të rodlenë, sepse unë udhtoj në valigje, nuk kam tashaport. Pra ndaj herë të këtu, më të dojnë të bisedë, të dojnë një tashaport, unë ato jo. Po, pasaport s'ka s'ky ka pasaport amerikane, s'ka pasaport shqiptare. Po e dua unë shqiptarën. Po du ta marri ky herë, pastaj ti. Po kjo e ka, po. E ke ti pasaportën shqiptare? Po. E ke. Po mirë, duhet ta fusush tek tën pasaportën tate, siç fusin kalamajt aty. Kujtota si ti të doje diçka, por... Si pasaport ti vete? Po si të udhtoj unë në valigje? jo. Nuk është bukur e sho, nuk shkon e sho. Pendon ti pasaportën është rreziku që ti i hikën këti. Ai është plani, po mos i thuaj ti. Por që ti doj ki nuk në lenë, sepse unë jam kukla e ti të rëthëruar. Po, unë kam disa kukla tjera. Po ti, Edi, kush është kukla jote të rëthëruar? Deri tani ishte i tjetër, tani e ti. Oh, falinderit, shumë falinderit. I really appreciate it. No, it's true. Oh, You are the most amazing puppet I ever saw. No, I'm not a puppet. You're not a puppet? A doll? Jo, nuk janë të kukullon. Qëfar je? Janë të politikan. Jo, ti e kukull. Me një të gjë. Po lidhur me raportin e artit tënde, muzikës tënde me jashtë kufive të Shqipërisë. Ke dalë, ke dhënë koncerte, ke pas në një zhvillim të kësaj natyre, apo je okay brenda kufive? Dëshira jam absolutisht është provoj edhe për te kufive. Dhe rasti Eurovisionit ishte ajo ëndra bamë në realitet për me prek edhe atë që kishe shpresu për ma për para, por që është diçka që du ta kem, du ta prek edhe pse jo është satisfaksion. Po jeton në Shkodër apo jeton në Tiranë? Në Tiranë. Si duket jeta këtu? Nuk jam super me ndaj në qetësi. Dhe më thonë, unë kam qef t'jemi të zanën. Dhe më thonë, kryesisht unë du t'jemi të zanën me punë, du t'jem në studio, du t'jem duke prodhu gjithë kohës, du t'jem duke eksperimentu gjanat e rjasoj për këtë muzikës. Kjo gja është komplet ndryshimi me Shkodrën. Unë Shkodrën ndodhe kundër ta qetësohem, jem tek ajo parajsa jeme, por që nuk më len ana artistike për me e pa punu. Këtu e gjaj. Këtu e kam edhe po mundohem për mirë. Po nga ana e po themi ndarjes së kohës midis zhvillimit talentit, midis studion për shkollën dhe pjesës tjetër, si e ke të ndarë kohën? Ta thash vetë, kjo është zgjadhja jame, kjo është ashtu si që rri. Po si. Teshti, unë kryesisht rri shumë vonë. Në më thanë, kryesisht pjesën e darkës, deri në orët e parë, në gjesit jam në studio. Mundohem shkruaj edhe pjesën tjetër ditë se kam, si që thame, jo në shkollë, jo duke pa një ide për një video, e tjere. Dhe më thanë, çdo gjë për momentin më sillet aty. Tani po ta them trosh se herë dhe përdallë, nuk më... Ma thuj? Edhe më trosh, tani ti ke dashur. Okay, po thuj më Qa bën me dashur në këtë qytet e në këtë vend? Qa bën me dashur? Kang. Ju vjen, ju rrini tonë orë, po pse nuk jetohet në këtë vend, hikim... Tu ka ardhë njëri kjo? Kena kanë zanën me festival. Po. A shef, nuk primar. Tesh po ikim, sepse ajo bani tekstin. Por që jo,
dëshirë kena pas shumë shpesh, por që unë mundohem dhe më thonë që të krijoj kohë, të lëvizim, të shikojmë qytete tjera. Por ndiheni mirë këtu. Por ndihna mirë sepse të dy jena tek ajo faza që duam të punojmë dhe duam të arrijmë diçka. Jena të dy paralelisht dhe kjo është fati më i madh që nuk krijohet ajo. Mu më lehtësohet puna. Muzikë, dashuri, Tiranë. Çfarë do më? Ti Nikolas, si e shef Shqipërinë kur vjen? Çfarë ndjesish ke? Sepse ke kontaktin periodik edhe kur vjen mbas një periudhe kohe ndjen ndryshim për mirë, ndjen ndryshim për keq, diçka të pëlqen, diçka të bën. Çfarë ndjen ti kur vjen në Shqipëri? Të pëlqen Shqipëria? Po, më pëlqen sepse është vendi im Këtë është vendi im. Po, atë pëlqen Shqipëria tani është vendi. Ja, atëra Nikolas. Ambër ti Kris fol. Atëra. Po i them. Po, më ka pëlqyer çdo herë që kam ardhur dhe shoh një përmirësim edhe më bëhet qefi që kam përmirësu gjëra çdo herë që kam ardhur dhe shoh më shumë, shikoj më shumë turista dhe kjo është gjë shumë e mirë, por edhe këtë pjesa artit që po zhvillohet edhe besoj që mund zhvillohet edhe më shumë sepse ti ke marr pjesë të arti vetë dhe ke qenë dhe sportist dhe ishte të pyesja çfarë mendon që do bësh për artistët sepse Shqipëria ka talente dhe për sportistët ka talente por talenti pa palestër plakët. Kemi pas një debat shumë gjatë në atë takimin, ne kemi 2 maratona, mbledhje maraton të qeverisë në fillim të vitit edhe në fillim të sezonit tjetër mbas pushimeve dhe kemi pasi debat gjatë lidhur me një ligj të ri që do të kalojnë për sponsorizimin e sportit dhe të artit, për t'i dhënë një fuqi tjetër jetës kulturore dhe sportive. Edhe jam shumë optimist që me këtë hap që po hedhim do të krijojmë më shumë hapësira për akses në financim të njerëzve të sportit, të njerëzve të artit. Por në fund të ditës t'jedi shumë mirë sepse faktikisht i arrit në një mjedis shumë kompetitiv, shumë konkurrues, apo jo? Po. Dhe ke fitu si junior, ke fitu edhe si senior. Po, në 2021. Po, ke fitu domethënë me gjithë veteranët atje. Po, edhe kam përmendur për herë që unë me origjinë jam shqiptar dhe kjo gjë më bën krenar që të vjetë të performoj këtu dhe të ishte shumë bukur të kishte edhe më shumë mundësi për artistët. Pra, të po të shëti edi shumë mirë, edhe besoj Alise ma konfirmon që në fund të ditës të gjitha këto kanë rëndësi, mbështetja, aksesi, por është pasioni, vullneti, këmbgulja dhe sakrifica personale që të qonë morë para se tjera dhe Së është çështje në fund të ditës mbështetje, sigurisht që janë ato momentet kyçe kur të duhet mbështetja, se gjithmonë ka i dorë që të vjen, por ama ajo që të mban dhe që të rrit në skenën e krijimtarisë është fuqia e brendshme për të këmbgul edhe për të zhbirilu ke vetja se çfarë ka. Disiplina për të punuar, sepse mund t'i thuash edhe motivim, po motivim me mas disa kohë, pastaj nuk quhet motivim. Edhe kur nuk do të punosh, duhet punosh, kështu që është disiplinë. Po, kështu mendoj edhe unë. Mirë, keni në pyetje për mua? Pyetje? Jo, nëse s'ke. Kam, jam thjesht kurioz, jo pyetje. Të marrë parasysh si artist. Të kishe kishe zgjat një karrierë si këngëtar? Jo, po ti mund të kesh, Po të kesh zë, do më thënë, do të kësh. Pastaj karriera për. Por, nëse unë do kisha mundësi të zgjidhja
Mund të kthesh, domethënë që filmin I jetës do kthehej mbrapsht dhe përpara sa unë të rifilloja filmin. Do zgjidhja diçka tjetër, unë do zgjidhja dirigentin e orkestrës simfonike. Figura e dirigentit të orkestrës simfonike, bota e dirigentit të orkestrës simfonike është diçka që më mahnit si shikus, si njeri që e dëgjoj, e kam pas dëgjuar më shumë, e dëgjoj më pak, po e dëgjoj muzikën simfonike. Dhe nuk e di, ka dalë së fundi një film jashtëzakonshëm që quhet Maestro. Nëse nuk e keni parë, ju sugjeroj ta shihni. Është diçka e jashtëzakonshme. Nuk po ju them më shumë. Okej, jo spoil. Me figurën monumentale të dirigentit. Është superbe. Po, na ndë kam parë unë. Ti Chris kene pyetje për mua? Kanë disa. Me që të flisin të këndimin, ta këndoj një këngë për ty? Okej. Pse këngë tjetër? Unë thashë di vetëm këngën që të këngë. Ja, ndi gjitha të këngë janë këngëtarë, unë që Ed Sheeran, unë. And I love you, the shape of you. Jo të shënë pëllë në can like need you. Këndoj një këngë tjetër? Okej. Me që vin nga New York, të këndoj Start spreading the news on Leiden today. I want to be a part of it. New York, New York. Amazing. These are like dawn shoes. Amazing. Another one. Birds flying high. You know. Chris. Guarda. Do të ma bësh mu qefin. Do të ma bësh qefin domam. Do you want to really please me? Yeah, come on. Tell me. I did my way. I did it my way. Filloj që më parë. Nuk e kam mësuar tjetrën unë. Cilën? Fly me to the moon, torrent të troloj. My way, filloj pak më parë. Jo vetëm s'ko direkt I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Edhe pastaj nuk I nanë fjalët ti, po unë kujtova se mbaja mend ti, ta je ti e ventriloquist jon. I did it my way. Hajde shikoj. Eto dito, do heqësh dorën ti ato të shkojnë bashkë. Ta afrohemi bashkë besoj. S'ma jep do të shih mua? Po ta jap, po pastaj nuk flet dot ai. Hajde shikoj. Po mira, ai fliste në kuti. Okej, kanë. Ai. Po ky fliste në kuti, si s'flet tu? Chris, a flet dot? Nësë lëviz dot gojën. Po mi më rriqik pa folë. Që kemi një disi ke kaluar mirë? Las në gojë hapëm. Që ke shumë hafër, duke është në real nga hafër ti. O, falimderit. Je shumë I madh. Je shumë I madh. Faleminderit. Po mos ma ul kokën kështu si mërzitse, më mërzit për shoh shumë. Duhet të shoh vetëm të qeshur. Ja, mund të qeshje, mund të të busqeshje, sepse kam harruar t'i them që janë edhe kamerët këtu, kështu që Chris, kemi kamera këtu, kështu që du të busqeshësh. Këtë drejtja të busqesh. Po kisha edhe një pyetje tjetër. Çfarë është? Ti ke trëntuar që dhe hysh Italia në Europë. Kur do ndodhi kjo? Me pak fjalë. Unë kam shumë shpresë që për 5 vjet do ndodhi. Sa vjeç? Shumë ato? Sa vjeç je ti Chris? Unë 15, po 15 ngel. Kur ti je 20 vjeç, Po nuk rritën, të rrito një lloj. Ti rri po një lloj. Nuk e di do marton apo jo. Ti rri po një lloj kështu nga pamja, por nga mosha ti rritesh. Shiko, unë mendoj, unë dhe Alisi mendojmë që ti do dashurohesh. Ashtu? Po. Me kush? Edhe ja, nuk e di me kush do jetë, po unë mendoj që Nikolasi do ta çojë këtë punën e vet në një nivel tjetër. Do arrijë që ta bëj
Ta bëj ventrilokuisin me dy. Me di? Me dy. Ti, e dashura jote edhe Nikon mes. Ta Nikolasi 30, no? Realizohet në Nikolas? Po, mund të përdor dy kuklla, po. E kam bërë. Dy kuklla jo, po do dashurën ky, ç'a dy kuklla? E kanë disa, janë në New York. Nuk i marrën me vete se nuk ishte dhënë valigje. Po pse? Bëhesh të kështu mish? E ke të drejtë. Unë jam kontorcionist, se ngrej konën deri këtu, pastaj jeni në valigje. Janë edhe magjistar. Na bëni numër. Okej, të fluturoj. Na bëni truk. Po, të fluturoj. I believe I could fly. Okay. I believe I could touch the sky. I dream about it in the night and day. E di si e dora këtë? Pa e din. Ka dora Nikolasi. E këtu më rata. Në fillim të vend tak, por të staj mësohesh. E kam thujtur. Të i dorë doresa ti? Doresa? Po. Jo, nuk përdor. Qëfar? Ta Dorisa? Po. Unë nuk e di atë. Ato ti takuj? Po, pa tjetër. Më thënë, një sekund. Nuk kanë hëngër as buk. Frencita ke shëngër ti. Po, sepse po nësë ishe për mua, ti nuk do flisje. Po nësë ishe tërnua, ti nuk do haje. Qëfar? Po. Këta ishin dy fitusit, fitus dje dhe fitus gjithmonë. Për sa kohë do kenë këtë shkëlqim në sy, do kenë këtë pasion të madh, dhe ky ishte Krisi, shoku jon, dora jon. Dora Nikolasi, tore, trutim. Ju falenderoj gjithë dhe besoj që të kam sjell këtë si një dhuratë i duhur i vitit dhe një sezon që hapet bukur. Magic is real and dreams really come true. My talent is ventriloquism and this gift is for you. Shkruajta unë. To Prime Minister. Yes. So much thank you, Mr. President. Thank you very much.